Të nderuar të pranishëm, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj sot në këtë takim të rëndësishëm politik, ku së bashku do të diskutojmë për të ardhmen e vendit dhe të komunitetit tonë. Është kënaqësi dhe nder i veçantë të kemi në mesin tonë personalitete të rëndësishme që përfaqësojnë strukturat drejtuese dhe vizionin për zhvillimin e zonës sonë. Po ju prezantoj me panelin drejtuesin e qarkut Lezhë, zotin Agron Çekmarkaj. Kryetarin e Bashkisë Mirdit, zotin Albert Melyshi. Kandidatin për deputet, zotin Aleksandër Lala. Kryetari i PD Mirdit, zoti Aleksandër Picaku. Kryetarin e Partisë Demokratike Rubik, zotin Bardok Marko. Drejtuesin e shtabit elektoral Rubik, zotin Armando Ndoj. Kam nderin të ftoj drejtuesin e qarkut Lezhë, zotin Agron Çekmarkaj. Unë do flas pas kryetarit bashkisë. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. Falenderoj shumë që keni zgjedhur vini me ne në këtë takim. Përtej prezantimit të kandidatit, normalisht edhe prezantimit të platformës Partisë Demokratike dhe të koalicionit dhe të aleancës për Shqipërinë Madhështore, për ta bërë prezant dhe që dhe qytetarët e Rubikut të njihen detaje se çfarë ofron Partia Demokratike dhe ky koalicion për qeverisjen e Partisë Demokratike në vitin 2025-2029. Partia Demokratike dhe koalicioni kanë paraqitur një platformë e cila realisht prek të gjitha shtresat e shoqërisë shqiptare. Në kuptimin që në gjendjen ekonomike që sot është Shqipëria, është parë e rrugës që pikës pari të ndërtojmë një program i cili nxjerr nga varfëria familjen shqiptare. Unë sot e di edhe si kryetari i bashkisë, në fakt, që çfarë vështirësie ndodhen, sidomos familjet miritore, në kuptimin që jam përdit duke diskutuar me familje, me kryefamiljar dhe duke pa shumë mirë se sa në vështirësi ekonomike janë mirditore. Dhe në këtë mënyrë Partia Demokratike e ka patë rrugës pikës pari, duke dalë në kuptimin edhe nga ajo platforma politike që partitë e djatha përgjithsisht kanë si qasje të tyre, dhe ka ndërtuar një plan dhe program ekonomik që familjet mirditore, familjet shqiptare të mund të dalin nga kjo krizë. Çfarë do të thotë? E para se sot kemi një minimum jetik që është realisht është tallës
është ofendues për familje. Kur themi është tallës, secili e din shumë mirë që çfarë i duhet një familje për një muaj të mbyll, po themi, nevojat bazike jetike. Ndihmë ekonomike në varësi edhe të anëtarëve të familjes sot varion nga 30 deri në 50.000 lekë. Dhe shpesh realisht ndihem keqardhës kur vesi kryetari i bashkisë, por edhe me Këshillin Bashkiak e miratojmë atë ndihmë ekonomike që është për tarkeq se çfarë ju japim familjeve në kuptimin se çfarë kanë për llogaritë si minimum jetik. Dhe Partia Demokratike në programin e vet ka menduar që pikë pari për ta nxjerrë nga kriza familjen, nga kriza ekonomike, minimum jetik duhet të jetë jo më pak se 200 euro. Përveç saj, kalon në një pikë tjetër që është shumë e rëndësishme duke pa pensionistat në çfarë vështirësie janë. Shpesh pensioni që marrin nuk u del vetëm për vizita tek mjeku, le pastaj për shku dhe për të marrë në farmaci ilaçe. Nuk do ketë pension minimal, pra një minimali pensionit do ketë 200 euro. Pastaj çdo pension që është sipër sipas kategorive rritet 20-25%, 30%. Pra, përfshin edhe pensionistët. Të rritë, përveç se studentët që çdo student ka një pagesë mujore 200.000 lekë, edhe të rritë që lidhin fejes, që kurorizohen martesë, qeveria ju jep një bonus, një kredi, e cila ka mundësi ajo familje e re që të nisi hapat e jetës vet familjare, duke marrë një kredi dhe duke siguru banesën e vet të parë. Kur flasim për terma ekonomik, ndoshta shpesh është pa kuptueshme, por kur e prekim lisht për ditë se sa në vështirësi gjendemi ekonomikisht, qoftë edhe me çmimin e naftës. Ju e dini që Kosova e merr naftën në Durrës, kalon të gjithë rrugën e Kombit, pagun trau në Kuks, shkon pagun dhe doganën dhe shet 1.100 lekë në Kosovë. Dhe sot në Shqipëri shkon 1.800, 1.900 në varësi edhe të karburante. Pra, Partia Demokratike brenda 3 muajit parë vendos standardin që çmimi i naftës të jetë i njëjtë me çmimin e naftës që kanë vendet e rajonit si Kosova, Malizi, Maqedonia e tjerë. Pra, një ulje e çmimit të naftës në vlerën e 30-40%. Por kur ban llogarin çdo familje, secili që përdor mjet, se sa e rëndësishme është që ti të kursesh në 1 litër naftë 500 lekë vjetra, e pastaj sa herë furnizon makinën në muaj, pra se sa kursen një familje shqiptare vetëm nga ulja e çmimit të naftës. Për të mos përmend pastaj edhe mundësitë tjera që realisht programi i Partisë Demokratike i ofron. Kryetari i bashkisë, në fakt, misisht do kërkoja mbështetjen tuaj. Edhe për një fakt tjetër. Realisht prej 2 vitesh Bashkia e Mirdit nuk njeh as të investim nga qeveria shqiptare. Edhe jo se i kanë mungu projektet. Edhe jo se ka mungu bashkëpunimi i kryetarit bashkisë apo i stafit bashkisë me qeverinë. Mundësisht 10 herë kam shku, jam përpjek të kontaktoj me ministra, me kryeministrin, qu projekte, kërku financime dhe kuptohet që politikisht dihet se në fakt normale nuk është, për sa kohë jela të taksat, nuk është normale që ti merr taksat Mirdit dhe shkon e investon në Vlorë, shkon e investon në Seran, shkon e investon në Juk. Minimalisht në një vend që ti vjel taksat, kthejau në formë investimesh, duke investu në ujësielsa, në rrugë, në infrastrukturë, edhe nevoja tjera që ka komuniteti. Në fakt, edhe për takimin që bëri para 2 javësh në uzinë, ka qenë një insistim i fortë i imi, që hajde zotëri shikoje, është pronë e shtetit, nuk është pronë e bashkisë, gjeni mekanizëm për ta vënë funksion, sepse i gjithë zona Rubiku qyteti, dhe i gjithë zonat fshatrat për rreth, përja sa janë mbajt derisa ka qenë punë.
Momentin që ka rajo dhe prej një viti kam insistu fort që biles në një moment që erdhi në Rëshen, një vizit, jo zyrtare në bashki, por që e gjeta mundësin dhe e takova, i thash nuk do të shkosh, do shkojmë bashkë në Rubik të uzina, ta shohësh vetë me sy si duhet, dhe çfarë prona është aty që ti e ke lënë ka 12 vjet në Harres. Pastaj ka bërë lëvizjet e veta, nuk e di se çfarë realisht është duke saju aty, por që u duk si show, sepse erdhi fiks në fushat elektorale dhe tha që do baj uzine, stër uzine, ku dion se qa. Por gjithsesi, nuk është normale që pas 12 vite mandat, pas 12 vite në qeverisë, të vije sot të na tundi një pasaport të Bashkimit Evropian, na thu se na s'kemi halle tjera, vetëm na duhet ajo pasaporta dhe avionit e të shkojmë në Europë edhe ne, dhe t'ja lam boshnë, t'ja lam lirë, se pak kanë hikë shqiptarët për 12 vitesh. E në fakt shqiptarët nuk kanë hikë nga mirësia madhe që ka Shqipëria, po kanë hikë pikërisht nga mungesa këtyre standardeve që sapo e thamë. Minimumi jetik, mos financimi, mos dhënia sa duhet e pensionit për pensionistët, për ilaqet, shëndetësia, pasiguria në zonë, e gjitha me radhë këto, bajnë që shqiptarët pastaj thonë, po shko, që do bajnë këto? Dhe i shohim se sa mirë e kanë marrë vetën në vendet ku kanë shku. Pse? Sepse kanë gjetë demokraci, kanë gjetë barazi, kanë gjetë rrugë në kuptimin e aftësive të tyre për t'i vënë punë, dhe sot janë në një gjendje që realisht nesër mund të kthehen shumë mirë me investu në Shqipëri. Por normalisht që të vinë të investojnë në Shqipëri, duhet që shteti t'ju japi një garanci. Dhe për këtë për shembull, Partia Demokratike në programin e saj ka thënë 5 vjet kushdo emigrant që vjen nga jashtë për të investuar në Shqipëri, 5 vjet do mund të punoj pas edhe një taks nga që ti paguajnë shtetit. Dhe këto janë mundësi që një qeveri që kujdeset për qytetarët e vet, krijon mundësina dhe krijon hapësira. Partia Demokratike dhe koalicioni jonë, normalisht që në të gjithë qarkun ka një listë me deputet, me kandidat për deputet që realisht kanë një, po themi, qoftë biografi, qoftë aftësi politike, sociale, shoqërore, që realisht na përfaqëson. Dhe njëri nga kandidatë është Aleksandr Lala, që është kandidat i Partisë Demokratike për Mirditën. Sandri është le rrit në Mirdit, ka ushtru profesionin e tij në disa shkolla, qoftë në drejtimet tyre si arsimtar, ka drejtu një komunë në Euroshit për 3 mandate si drejtues i pushtetit vendor aty, me një eksperiencë të gjatë, qoftë në drejtim, por qoftë edhe në politikë. Dhe absolutisht që unë kam bindjen që Sandri është i zaj fort për Mirditën në parlament. I duhet Mirditës një zaj fort sepse pat është të flasë politikisht. Ne kemi pas një deputete ka 12 vite në parlament. Realisht, atje në parlament, një farë kohë ka qenë të arsimit, pastaj u ngrit prapë në detyrë shkojt deri në kryetare e Kuvendit të Republikës, numri 3 i shtetit shqiptar, por që në fakt nëse ne çfarë tha për Mirditën, sa ngriti zonin për Mirditën, çfarë përfitoi Mirdita nga një person që e votu dhe shkoi deri në majat e pushtetit në Shqipëri, çfarë përfitoi Mirdita, kur i bëjmë pyetjen, asnjë s'dim t'i japim përgjigje, sepse realisht qoftë Rubiku, qoftë Rësheni, qoftë fshatrat, vujnë sot për në minimale, infrastrukturë rrugore, energji elektrike dhe sërish qoftë edhe ke ujë pishëm. Pra, mendoj që në parlament duhet një individ i cili të ngrejë zërin për Mirditën, për te politikës. Qoftë nëse Partia Demokratike në pushtet, nëse deputeti që zgjedh ju
pa flamurin politik, ama duhet përfaqësoj interesat e qytetarëve që e kanë zgjedhur atje, qoftë edhe kundër forcës vetë politike. Shiko, Mirdita ka 1, 2, 3, 4 hallë. Dhe s'mundesh të kalosh apo të mylli kush gojen, duke thënë që pushoti se partia jonë është në pushtet, nuk t'jap mandatin më vonë etj etj. Por duhet të ngri zonin për Mirdita. Unë kam besim që Sandrin përmend. Normalisht që unë si një administrator lokal, që bashkarisht të mund të bëjmë dhe jam i bindur që të bëjmë shumë punë për Mirditën, duke qenë se jam i bindur që me 11 maj Partia Demokratike do të jetë në pushtet. Pa dash të zgjatëm, ju falenderoj shumë që më dëgjuat, patjetër që në fund të diskutimit të panelit do të jemi të lirë të diskutojmë edhe bashkarisht. Shumë faleminderit për prezencën tuaj. Jap fjalën drejtuesit politik të Qarkut, zotit Agron Gjekmarkaj. Mirëmbrëma, është vërtet kënaqësi që shoh kaq shumë njerëz, kaq shumë dashamirës të Partisë Demokratike. E konsideroj këtë moment një moment feste, sepse duke ardhur kaq shumë një farë mënyre ju ja keni dhënë që sot fitoren Partisë Demokratike në Rubik dhe për këtë ju ftoj një duartrokitje. Është vërtet hipotek besimi prezenca juaj këtu. Duhet falenderoj gjithë miqt e panelit, e filloj me mikun e dashur Barllokun, i cili e ka me kaq pasion organizimin e Partisë Demokratike dhe punën për ta strukturuar dhe për ta çuar drejt fitores, me kryetarin e bashkisë, i cili vërtet e ka merituar besimin që i keni dhënë, me kolegun e arshëm që shoh që sot ja keni firmosur mandatin, Sandër Lala, në Parlamentin e Shqipërisë, me doktor Sandrin, me Armandon dhe Zonjushën që po na asiston sot me prezencën e vet. Jemi në një moment historik, një moment ku kemi ndorë të ndajmë fatin tonë të shkuar nga e ardhmja. Kemi patur një shkuar jo të mirë, 12 vite të vështira, 12 vite për cilat ju jeni dëshmitar nga ana emocionale, nga ana ekonomike, nga ana politike, nga raporti me njerëzit sepse shtëpitë tona janë boshatisur, askush nuk i ka qefi për ta lënë vendin e vet, vatrën e vet, njerëzit e vet të zemrës, ik nga halli, ik kur qeveria është e keqe dhe dëbon popullin. Kjo ka ndodhur në Shqipëri, një qeveri që i dëbon njerëzit e saj. Unë besoj që është momenti që të bashkohemi gjithë bashk, sepse Partia Demokratike tashmë është si një uragan në gjithë Shqipërinë, ka kudo frymë dhe entuziazëm fitoreje. Mjafton që ju të shikoni njerëzit që ndjekin profesor doktor Sali Berishën në mitingjet kudo ku ai hapi dhe mbylli fushatën. Ishte Mirdita ajo që e priti para pak ditësh në sheshin me emrin Abat Doçi në Rreshem dhe ishte vërtet diçka emocionuese, e mrekullueshme, dinjitoze, u prit ashtu siç vetëm mirditorët dinë të presin. Dhe e dëgjuat kur tha dhe përsëriti që Mirdita përsëri është kreshta historisht siç ka qenë ndër shekuj. Dhe e tillë jam i bindur që do të demonstrohet me 11 maj duke i prirë fitores së Partisë Demokratike. Kemi folur dhe jemi takuar gjatë këtyre kohëve me një pjesë prej jush disa herë. Kemi folur për programin e Partisë Demokratike. Kemi folur për profilin e kandidatëve të listës së Partisë Demokratike. Unë nuk do hyrë në përsëritje, por nuk rrit dot pa e thënë dy fjalë për Aleksandër Lalën, i cili është një mirditor autokton dhe autentik në njohjet e mia, një njeri që ditë jetë aktor politik dhe faktor politik, e ka demonstruar me historinë e tij 35 vjeçare si themelues i Partisë Demokratike, si rithemëlues i saj, si administrues, si intelektual. Ai dhe gjithë njerëzit e tij të dashur, një familje me taban, me tradita, që i bëjnë nder mendoj Mirditës. I tillë do jetë edhe Sandri nesër në Parlamentin e Shqipërisë, natyrisht me mbështetjen tuaj, duke maksimalizuar votën. Unë besoj që mirditorët, jo thjesht për atë çka kanë qenë në histori, Mirdita jo thjesht për atë çka ka qenë në histori, por për atë çka do të jetë sot dhe nesër, e meriton të ketë zërin e vet të vërtet, zërin e drejt për drejt, përfaqësuesin tuaj,
sepse është mundësia që ju me votën tuaj të keni parlamentin e Shqipërisë. Unë nuk po zjatem, ju falenderoj me zemër një për një që jeni këtu sonde, besoj edhe të hanën e darkë do të mblidhemi për festë, për fitoren e Partisë Demokratike, për fitoren e kandidatëve në qark, kam dhejë të enësim të Alen Aleksandr Lales. Mirë mbrëma. Mirë se u gja dhe ju shpreh falënderimet më të përzemërta që sot për te një vendi të quajtur Rrugic jeni bashkë në stadium për të pa ball për ball e për të komunikuar ball për ball e për të marrë atë që është besimi juaj në rrugtimin tim. Në fakt, ndërsa vinë në Rubik, me duhet të them që gjatë gjurmet e pushtetit, gjurmet të cilat pushtetarët tanë ndër vite e kanë bërë të qëmtushëm dhe e kanë bërë të vizitushëm dhe e kanë bërë të jetësushëm. E kjo me lën impresionet e një qyteti që realisht jo vetëm është në një marrëdhënie komunitare mjaft solide, por ruan atë që është qytetari, kulturë dhe dimension harmonie mes njëri tjetrit. Mbetem për ulës për çdo qytetar të Rubikut dhe të njësisë në tërësi, e si e tillë dhe besim plot që kjo lloj qytetarie do manifestohet edhe me datën 11 maj. Dashur miq, jam gjendur në takime bashkëbiseduese këto 40 ditë të fushatës elektorale e kam parë në sytë e njerëzve të thjesht, në sytë e njerëzve jo të llastuar dhe të shpërblyer nga politika, kam parë atë që realisht ka një ndjesi njerëzore, ka një thjeshtësi komunikimi, ka një përulje dëgjimi dhe ka një mençuri vendimi. E kjo me lën besoj që thjeshtësia këtyre njerëzve, besimi i këtyre njerëzve do të shprehet me datën 11 si një oragan fitorie për Partinë Demokratike, për Opozitën e Bashkuar dhe për kandidatin mirëditor Aleksandr Dala. Nuk jam sot në këtë takim për të bërë promovimin e asaj që është program dhe ajo që është vizion dhe vokacion imi në raport me atë që ka përfaqësoj, po jam thjesht të transmetoj atë që është ndjesi e zemrës time, e mendjes time dhe asaj që unë pres dhe vazhdoj të mendoj çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, çdo minutë të jetës time për mirëditën dhe për atë që gjithë së bashku e kemi pjesë të shpirtit tonë. Por sot jam të transmetoj mesazhin e mirënjohjes e të falënderimit përjetshëm për ju, që në çdo takim, nga Thirza, nga Fangu, nga Katundi i Vjetër, nga Vela, nga Vashkeza, nga Rubiku lagje për lagje, kam taku njerëz, kam taku thjeshtësinë e tyre, kam taku mençurinë e tyre, kam taku padurimin e tyre për një ndryshim rrënjësor. E në fakt, ndërsa pjesa që e paralemron pranverën e rënjës, e çunte takimin e tyre madhështor në Rrugic këtu afër Rubikut, unë sot e them që do të lullëzoj pranvera shpresës e besimit dhe do lullëzoj ajo që është pritshmëria e çdo komunitari mirëditor për të dhënë vlerë mirëditës sonë. Në fakt në këtë rrugtim nuk jam thjesht një ambicie të një rrugtimi që në vetvete është një iniciativë personale, po është një rrugtim i cili daton në 35 vite të jetës time. Është rrugtim profesional në atë që unë në shkollimin tim kam përfaqësuar siç jam mësues në degën biokimi, e padyshim me gjurmë edhe në Rubik, ku të funksionalitetit tim si mësues drejtues shkolle e kam edhe unë një pjesë të jetës time në këtë komunitet. Kam vazhduar të mbetem në atë që është edhe prirja asaj që i kam besuar dhe kam guxuar të drejtojmë elektoratit mirëditor, jo vetëm në atë që është periferi, por edhe në atë që është pjesë dashur i mirëditës siç është Oroshi. Jam mandatuar për 3 mandate në Orosh si kryetar i komunës së Oroshit, duke qenë krenar për atë që kam përfaqësuar dhe fort për ulës për atë që kam lënë gjurmë. E pastaj kam rrugtuar në atë që është ambicia imja politike
duke qenë dhe kryetari i degës Mirdit për Partinë Demokratike, e padyshim në ambicien time personale për të dhënë dimension asaj që është vizioni im në raport me Mirditën. E sot, nëpërmjet votbesimit të antarësisë si një leksion i demokracisë, jam në këtë garë si kandidat i opozitës bashkuar për Mirditën dhe Qarkun Lezhë për zgjedhjet e 11 maj. Jam i bekuar që ky rrugtimi imi nuk ka qenë thjesht një katapultim politik, po ka qenë votbesimi dhe besimi juaj për të më promovuar si pjesë vlerë dhe pjesë kontribuese në Mirdit, e për cilën marrëpërgjegjësitë e mia jo thjesht në raportin e asaj që përfaqësoj si individ, por peshës që do marrë nesër pas nesër nëpërmjet votës suaj që t'i përdhoj Mirditës emrin, fuqinë dhe zërin tim. Unë nuk jam këtu sot t'ju zbërthej programin e Partisë Demokratike, pasi ju jeni tashmë jo thjesht dëgjues, por jeni ekspert të asaj që e mendoni, e gjykoni, e vlerësoni, por besoj që ky program është më së implementueshëm, më së realizueshëm në atë që është jetësimi i përditshëm i një realitetit programit Partisë Demokratike dhe të asaj që kjo forcë politike ka reflektuar në të gjithë marrëdhënien e saj me banorët e këtij komuniteti, por jo vetëm edhe shqiptar, si pjesë e një reflektimi politik duke prodhuar një kapital real në funksion të komuniteteve për t'i dhënë një çast tjetër drejtimit, pushtetit dhe qeverisë së nesërme. E unë kam besuar dhe vazhdoj të besoj se kjo forcë politike, ashtu siç i ka mbajtur premtimet, ashtu do të vazhdoj jo vetëm nëpërmjet reflektimit, por nëpërmjet implementimit të gjitha këtyre pikave të programit që ta bëjë të besueshëm, të realizueshëm dhe funksional në raport me atë që sot komunitetet në Shqipëri e kanë domosdoshmëri. Nuk e di, po para ca ditësh, po këtu prapa shtëpinë son, të një shuzin u bën një inaugurim, e për dreq ky lloj inaugurimi u bën edhe në Tiranë me të njëjtën fabul, me të njëjtën tematik, me të njëjtën trubentim, e që jam krejt i bindur që komuniteti i Rubikut dhe i Mirditës nuk do ta besojë një mashtrim të tillë që u dashka vetëm një muaj para ose 10-15 ditë para për ta bërë të promovueshëm dhe për ta bërë gënjeshtrën e radhës në raport me komunitetin. Në fakt, në atë që është e imja personale, por dhe e miqve të mi, do ta dëshironim të ndodhte një sipërmarrje e tillë, jo thjesht për kredo politike, por si një funksion në raport me atë që është një mundësi punësimi, një mundësi realiteti tjetër. Por fatkeqësisht unë personalisht nuk do ta besoj një mashtrim të tillë, jo vetëm për kohën që u implementuar, por për atë që njerëzit që e prodhojnë dhe japin këtë lloj reklame nuk e kanë asnjë lloj synimi, por kanë vetëm thjesht makinacion politik. Lista jonë politike në Qarkun e Lezhës është një listë serioze, është një listë e kapaciteteve që në fundit janë njerëz që vinë nga fusha dhe realitetet që kanë pas pushtet në vendin tonë në strukturat të ndryshme, është kapacitetet cilat në vetvete prodhojnë energji elektorale, ama ajo që ne na krenon në listën tonë është drejtuesi i Qarkut, një figurë e kalibrit intelektual, e që unë jam i nderuar që bëj pjesë në këtë lloj liste. Miq të tjerë janë njerëz me potenciale reale, e që do japin realisht Qarkut Lezhës një fuqi reale, jo vetëm thjesht të prodhojnë një fuqi për personat e tyre, por do të japin fuqinë elektorati që do ta përfaqësojnë formacionin ton politik dhe opozitën e bashkuar. Personalisht ju mbetëm në thirrjen që Mirditës t'i prodhojmë deputetin e ardhshëm. Nuk është thjesht një luks që jepet emrit tim, po është një domosdoshmëri që i duhet Mirditës si një zan, si një përfaqësim që në vetvete bashkërisht se komunitet ta kemi deputetin, ta kemi derën, ta kemi atë që nesër pas nesër do të jetë një komunikim real mes deputetit dhe komunitetit mirditor. E unë jam në lutjen time personale që të mbetin mbështetës, jo vetëm thjesht i emrit tim si Aleksandër Lal në atë listë, por të mbetin mbështetës i listës së përgjithshme, sepse janë vlera dhe janë kapacitete. Unë nuk kam parcializim me asnjërin, por në fundit përfaqësoj vlerat e mirditorëve, përfaqësoj zërin e mirditorëve dhe si i tillë e kërkoj votën e çdo njeri. Flamuri im për te asaj që është garë në një formacion politik, flamuri im është vetëm Mirdita. Programi im është zëri, fuqia, ndërgjegjja dhe besnikëria dhe papajtueshmëria me atë që është
domosdoshmëri për përfaqësimin e mjerditërorëve, jo thjesht si një pjesë që i takon komunitetit të qarkut, por si një vlerë që realisht e ndaron qarkun kombinton. Prandaj, lutëm, jepni të gjithë votat Partisë Demokratike, jepni votat kandidatit që përfaqëson Mirditën, lutëm pafund, transmetoni këtë mesazh sot, nesër, pas nesër, sepse pas nesërmes fillon heshtja dhe pastaj fillon vendimarrja juaj. Me jepni besimin dhe duke më dhënë besimin, do marr përgjegjësi që komunitetit mirditor t'jap përfaqësimin dinjitoz, t'jap zërin, t'jap vlerën, t'jap atë që është domosdoshmëri për Mirditën. E jam shumë i lumtur që në këtë takim janë përtej asaj që janë formacione dhe ideale të personave në mënyrën që përfaqësojnë, por jemi bashkë si komunitet dhe si tillë t'japim edhe datës 11 vlerën e një marrëdhënie që do të mbetet e bashkuar dhe do të mbetet frymë në vazhdimsi që të japim Mirditës deputetin e tyre. Ju falenderoj dhe ju mbetem përjetësisht në shërbim, me mision, me program, me vizion, me qëllim, me frymë për Mirditën tonë. Falenderit. Në fakt, për të dhënë atë që është edhe mbyllja këtij takimi, unë mbetëm falenderuese edhe për takimin madhështor që Mirdita e dha në sheshin Abadoqi në Rëshen, edhe jam krejt e bindur, edhe nesër në qytetin e Lezhës, në sheshin Parabashkisë, do dim të presim lidhjen historik, do dim të japim qarkut të Lezhës një vlerë, jo vetëm thjesht për votën, por edhe për qytetarinë dhe për faqësimin tonë. Lutëm nesër në orën 19:30 në sheshin Gjergj Fishta, Kastrioti është takimi i radhës. Ju falenderoj dhe ju jam mirënjohës në çdo lloj vendimarrje tuaj. Faleminderit. Atëherë, ma lanë mu me myllë këtë, po e bon myllin se e bëjnë shumë ma bukur se unë. Unë vetëm ju falenderoj për pjesëmarrjen, për angazhimin që keni pas të ditë. Kjo është përmbyllje, po ne kemi në 2-3 ditë luftë në thojsa, se s'po luftojmë inshallah, se ne në gjurmim jemi gjithë kohën të ruj votën. Ata me vjellë, na me rujt. Kjo ka ndodhur historikisht, por po e bëjmë tash edhe këtë tjetër inshallah ndron. Faleminderit për gjithëve. A do njëri fjallën me pyet diçka ose me uru? Alne, plumë gjërë. Gjithve, unë jam Gjinë Përleka, vi nga diaspora, kam 33 vjetë që rri jashtë shtetit, jam këthy pra mrama për safat për marrë pjesë në zgjedhjet e Partisë Demokratike dhe në rang vendi. Unë dhe ka tham 2 fjalë. Shekeku, shebireku, nuk ka 2 zgjidhje, ka 1. Në qëse nuk keni ba shef për 12 vjetë, shka ka ba ky, sepse ne shofim, ne që vim nga jashtë e shofim ndryshimin, sepse ju nuk e shifni tamam se çdo ditë që vjen duke u përqesu, nuk vjen duke ndryshu gjendja për mirë. Tani, unë e uroj Aleksandr Lalëm, thash ka marrë dhe për stafat, se s'kam pas asnjë lloj punë mbarë, kam marrë për stafat për zgjedhje. Do t'i them që fjalën që tha këtu para jush, mos ta harroje, sepse zakonisht këto që shkojnë në Tiranë duket se u ban damuja apo ti unë, harrojnë ato që kanë premtuar para elektoratit. Duhet të mbajë fjalën, të vije përgjalloj halli e problemit që kanë mirëditorët. Unë nuk kam asnjë lloj interesi, sepse unë kam punu për veten time dhe punët e mia I kam në rregull, por kam marrë sepse shiki se emnin nuk mund ja them unë atij se ai është vërtet dreshi mallkuesit, nuk e thotë emni atij. Jo atij s'mund ja përmend emnin unë. Ka bon shef me ne boll, duhet me shport. Jo me shport, po me shport mos më apo ftyrën makun. Unë jam një nga ato që Zotja Gron ndoshta më marrë mend se unë I kam qenë zyrë. Ka marrë me investu në Shqipëri, duke një gjuhë rrejnat e atij gjatit, hajde se ke ka, se ke këta, ke ata.
kam 300.000 euro makineri aty, ka 4 vjet, në tokën e gjyshit të babs, me certifikat pronësie grete dhe mu më kanë bloku, nuk më lanë me punuar vlla. Kam pas me punu 30 vjet fillimisht, 50 e mas asaj si mas ishte unë ke agroni kam qanë. Faktikisht, deputetë e Partisë Demokratike mu nuk më kanë pushtet. Me thënë atë që është. Kam datë në gjitha mediat e Ropiks, nuk doli një deputet me thënë, po kjo është vlla si garë për t'investu. Pra, e kam lafin që disa premtime që jepen duhet të marren. Duhet të hapet një zyrë ndryshen. Sandra Lala duhet të ketë një zyrë ndryshen ku të komunikojë me njerëzit. Nuk është problemi me shku deputet në Tiranë, me fol. A problemi me qa hallet e njerëzve që janë këtu, për t'i transmitu këto, për t'i shu në Tiranë, ku vendin popullore. Organi më i lartë legjislativ. Aty bëhen të gjitha vendimet, aty merren të gjitha vendimet për mirë e për keq. Tani unë i uroj Aleksandrit me gjithë shpirt fitoren, do punojmë të 3 ditë sa kanë met, s'kam çfarë thënë tjetër. Ju përshëndet gjithëve. Përshëndetje gjithëve. Ai qof largu, të gjithëve kujtohet në 2013 të lokal Rubik aty tha me ba fushën e futbollit kanë. Normal tha Rubiku çaj duhet të rëshenit fusha futbollit. Më thoni ka vuni vetëm një gosh nuk e ka vu te kjo fushë futbollit. I kërkuan tela do i heshin të gjithë atyre edhe një nga vëllezërit e mi thoshon këtu keni për të lëz se Dinamo nuk ka. Kështu do të jetë edhe Rajna Radhës tek ajo. Ju përshëndet zgjidhve, më falni për këto 2 minuta se ju harxova. Tung. Kush e ka fjalën tjetër? Falenderojmë të gjithëve edhe u pafshim me fitore të tanën.